Në një farë mënyrë Ferma do vazhdoj në një formë tjetër, sepse me dashamirësinë e saj, Olta Dulaku, e përshëndes dhe se kam takuar akoma jashtë produksionit, më ka propozuar nëpërmjet Eraldos që në shtator-tetor do mendojmë të fillojmë një emision tek ju, i cili ndoshta, se kemi caktuar topikun, ndoshta do ketë edhe reflektime për këtë periudhë dhjetë që patëm në Ferm, për këto personazhe të ri që dolën dhe që janë tashmë disi prestigjioz për opinionin publik dhe dashamirës ndaj tyre, dhe të gjithë jemi duke kërkuar, ne fermerët, të gjithë jemi duke kërkuar opsione të reja për të dalë në sipërfaqe të komunikimit dhe për të dhënë më shumë dashuri se sa dham për njerëzit dhe për të marrë për veten. Me këtë duhet të mbyll sepse në fakt doja të pyesja, shumica e komenteve pasi ju dolët nga Ferma ishte, çfarë do bëjmë tani që s'kemi mosën, që nuk shikojmë dot mosën. Kështu që ky rikthimi në ekran në shtator është një lajm shumë i mirë. Dhe në faqen time të Instagramit unë do filloj gradualisht të bëj leksione të vogla, ndonjë reklam, ndonjë shakang me gjërat e ditës që më ndodhin në jetën private, që të jemi gjithmonë në kontakt. E keni marrë tashmë faqen e Instagramit, e menaxhon rrjetet sociale, i menaxhon moza të gjitha? Sot po. Është e vështirë për të përshtatur me këtë teknologjinë e re apo jo? Për mua po, sepse nga hakerat kam ngel pak mbrapa duke u ruajtur shumë, por doja marr dorën. Kam marruar një master për menaxhim biznesi IT, kështu që disa gjëra konceptualisht i kam fare të qarta. Kam edhe një pyetje të fundit se kam shumë të rëndësishme, por jo, për ta mbyllur se di që edhe koha është e limituar. Kishte një episod gjatë finales, ishte historia me poezit dhe nëse ka një gjë që unë e vlerësoj shumë tek njerëzit, është aftësia për të thënë jo. Stop, sepse kjo nuk është një gjë imja, sepse kjo është një gjë që nuk më përket, sepse kjo është një gjë që nuk më pëlqen, sepse kjo është një gjë që nuk e dua. Është aftësi e jashtëzakonshme tek njerëzit. Fitohet kjo, është karakteriale kjo, ta mëson njëri këtë, të vjen me moshën, me jetën. Në qoftë se ti nuk e thua atë të vërtet ashtu siç është, ajo do të të vi si goditje në një formë tjetër. Më mirë e thua aty ku duhet ta thuash, sesa pastaj të vi. Si mund vinte ajo? Poezia mund të ishte shumë, sepse më thanë, për hatër të produksionit paktën ti kishe lënë të lexoheshin. Do ishin poezi me koncepte që mund të ishin mizerabël, që unë nuk e pranoj atë lloj koncepti. Do ishin poezi që kapni një aspekt që unë për cilin s'kam njofti, ose pra i dola për para të keqes për të mos u implikuar më tutje. Duket ndonjëherë sikur e vërteta është e tmerrshme, mbase edhe duhet mbajtur në raste të caktuara, pa ai nuk ishte rasti. Nuk ishte rasti fare. Kam edhe surprizën tjetër me këtë Eltoni Lirianin, më takoi. Erdhi një dron aty dhe më ka pëlqyer shumë. Dedikimi për parashikimit. Çunat e Saukut, më ka ardhur dron nga Tajna, më ka ardhur nga Parashevia, më ka falenderoj gjithë ata. Dafina Zeqiri, nga Dafina Zeqiri, më ka ardhur dron nga Cavalli. Cinque Cavalli? Po, është një, po, Cinque Cavalli. E përshëndes se kishe paguar. Domethënë të gjithë kjo dashuri nuk ka të shpërblyer, plus votues që kanë harxuar lekët më thanë shumë. Por Eltoni Liriani më takoi, më tha që duhet bëjmë diçka për Parashevin, e cila e kishte qenë ajo që kishte kërkuar dronin për mua. Se ke çuar dronin akoma tek moza, i kishte thënë. Dhe ti ke bërë një dedikim shumë bukur për Parashevin. Po dhe ishte shumë i ndjerë dhe mënyra se si Eltoni më tha që tani është vetëm ai që po punon dhe për ta mbështetur, kështu që kërkon mbështetje dhe i bëj thirrje medias, i bëj thirrje edhe shtetit shqiptar që të ndihmojnë në këtë fushë këtë artiste të gjejë rrugët e veta dhe të bëj propozime për këtë artiste të mrekullueshme si Parashevia. Me Eltonin ka shumë mundësi, po nuk është e prerë fare që nga shtatori-tetori të marr pjesë në një sfilad mode konceptuale në Angli. Po, se morët pjesë edhe te sfilada e Arminës. Po, mora. Si ndiheshe kështu në pasarel? Me të drejtën s'kisha bërë ndonjëherë stërvitje nga punë të shtëpisë direkt majtakave, sandalet që më kishin gjetur më binin pak të vogla dhe herën e parë nuk më duke bukurecja, i hoqa zbathur kjo sfilata e dytë më duk me sigurt vetja. Eltoni kishte çuar ke një dytë producent figuron time, isha pëlqyer pa mas, do ju bëj për qeshur, po këto janë situatat. Por ndërkohë ju premtoj që nuk do hiq dorë nga jeta ime kërkimore, shkencore dhe nga përjetimi i thjeshtë si çdo njeri që jeton në shtëpinë vet me hallet dhe me problemet e veta.
Moza, të falenderoj shumë që ishë mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Në radhë të parë dua të falenderoj për qafoj gjithë publikun shqiptar dhe nëse tuaj që na ndjek kudo, në çdo vend të botës ose në Shqipëri. Ju uroj fat, jo sukses, fat. Fati është më i madh se suksesi. Dhe premtoj që së shpejti do shifemi në media në ndonjë format tjetër. Ndërsa ju falenderoj për arsyen e thjesht një herë që ishit e pa projektuar në këto pyetje që bëri, ishe krejt spontane dhe që më krijove me shumë dashuri kushtet për të dhënë këtë intervistë në këtë emision tuaj. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë takojmë ditën e njëjtën në orën 21. Natën e mirë.